Përshëndetje dhe mirë mbrëma kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndoshë mirë bashkë me familjet e juja. Në emisionin e kaluar kemi dhënë disa storje të përzgjedhura të shumë emisioneve që mbajt përpara, arsyeja që neve kemi qenë në udhëtim dhe nga pamundësia me xhiru emisionin kemi zgjedhur disa storje dhe ju kemi dhënë në emisionin e kaluar. Sot, po e nisim këtë emision me një storje që vjen nga komuna e Shtimës. Storje kjo që një familje është gëzuar me shtëpi të re. Ata veç kanë hyrë në shtëpi, e për ne dhe ju, kjo është storja. Sa rënd peshon fjala, nuk kemi asgjë. Dhe këtu zemra është e djegur nga brenda, kurse syri ka lotin banor çdo ditë, nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Ti jesmo, qa ki? Ti me rëngë në lëpësë. Në këtë histori të varfërisë, është familja Milai Masani, ku e vetmja gjë e tyre është vetëm veshjet që kanë mbi trup, dhe sëmundjen që bartin mbi supe. Asgjë tjetër nuk i takon kësaj familje. Unë më dohë për të mëmë që 4 vjetu, kotra që shtë i ka bëma. Që të të vënu ka pak, dërsa ju ka kalzua ku njës pak shpëjen, po unë kam e në gjysë. Ati nërë të pishët, këtë në përru zbërtit, po e kam nëmën vladit. Tukën nuk e kam nëmën të, vladit, ajo është jashtë. E kom lejtë e bloka dhe plëgjën në kom qite, po ta një mërë vëmë. Të ka të lona për spitalit. Tarë duhet të dynë për shënë, me që të nëzit veterantës të jam, të është për dhe për blejdo që. Dyje, mi lazim, kush rahatës është këtu? Dyje? Dyje më pëse ditë. Mirë të e kisë po dyje, të kështë, po në problemit të kërë përkesh dvetë, dhe në vetë, të në këtë kësi vishune. Kja me ti, u bo për mu? S'ka më qëtë. Shko në orë. E qëra. Ko që s'kem të të. Ta lehtësosh barën e varfërisë, është gjëja më e bukur që mund të ndodhë për një familje. Prandaj, Milaimit së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët e tij, ju jap lajmin që ata do të kenë një kull mbi kokë, falë shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe komunës. Na këna arme o bo shpijen. Po, Po, kismet. Në falë dhe dhe shëpër. Keni mi pas kajtë senet e reja t'juja. ndrejtë shumë. Inshallah edhe t'i bën më mirë, Inshallah. duhet me gjetë forcën. Kemi zhjetë fështë puhë, në që të lëbëse e rëmë me 2 kërësine. Fizoterapi që të bashkë që të punë lëvë, fizoterapi me e blejë. Unë mësë me ne ka të me barna, në qasë mu i kam qenë e skolisë. Sigur, 2 muaj e gjysë, 3 kanet, kja më të në spital të krytë të sonë. Me atë cejva së nëllë, mu i dhe në spitali. Me atë cejva të me kejtë, kër ne 2 muaj e gjysë, honësët pa e sënë, po, Allah e kërë po t'i në fësine vete. A e din punë më mirë.
Na këna orë shpinë me obo. Unë e lojë për bleft. Faleminderit shumë. Inshallah dhe ti bënë më mirë. Nazim përhaj. Përhaj. Faleminderit shumë. Edhe kjo shtëpi është nga memorandumi bashkëpunues komunë jetimat e Ballkanit. Familja Milazimit ka qenë në listë edhe ju dha lajme se po bëhen në shtëpi të re. Zoti ju rujt. Dera e varfërisë u mbyll për familjen Asani, sepse një jetë të re po e fillojnë, duke hapur derën e shtëpisë, të cilën e kishin ndruar me vite e vite. Po mirë, faleminderit shumë, Allah është për bleft tonë, shollaj u zëti, juve tonë ata të ku shka bo më. Shpia mirë, faleminderit për juve shumë, e për tonëve, mirë Allah është për bleft, tonëve, ku shka bo më, i falenderoj shumë. Shumë i falenderoj kejtë, me shëqotën me kejtë kush ka marrë pjesë të. I falenderoj, Allah është për bleft, pja lilit se aku me kejtëve tjertë. I falenderoj shumë. E ju donator, Zoti mos të ju humb kurrë. Kanë hyrë në shtëpi të re duke nisë një jetë të re. Të nderuar vëllezër dhe motra, tash 13 vjet në qytetin e Prizrenit patëm hap kuzhinën humanitare. Kuzhinë që në atë kohë përveç Prizrenit kishim edhe në qytetin e Pejes edhe në qytetin e Mitrovicës. Ju kemi thonë shpesh herë që çdo fillim i ka sakrificat e veta, vështirësitë e veta. Ashtu në qytetin e Prizrenit, kur është hap kjo kuzhinë, me kushte jashtëzakonisht të rona, kushte që na po i shohim çdo ditë nëpër familje që po i vizitojmë. E patëm nisë këtë kuzhinë në Prizren, mu mundu me ju ofru nga një shujt të gjitha atyre cilët kishin nevojë. Tashe 13 vite kuzhina nuk është nalë asnjëherë, duke dhënë shërbim për gjithë familjet që ka nevojë. Mbi 300 shujta që jipen çdo ditë, fal kontributit juaj dhe fal angazhimit të në pjesë të stafit të shoqatës bamirëse së jetimat të Ballkanit, të cilët e përgatisin edhe bojnë shpërndarjen e ushqimit çdo ditë. Me qira 13 vite këtë kuzhinë, por kemi bo kërkesa në komunën e qytetit të Prizrenit për me nda një parcel që me ndërtu selin e shoqatës edhe kuzhinën humanitare me standarde jashtëzakonisht mira. E çdo pritje, kur pret njeri, i ka ardhur fundi. Neve dje kemi nënshkru një bashkëpunim, marrëveshje me komunën e Prizrenit, konkretisht me kryetarin Shaqir Totaj. Na është dhënë parcela, ajo parcelë që ne e kemi priti me vite të tëra. Është afër ku është kuzhina aktuale në qytetin e Prizrenit. E kemi bo këtë memorandum, edhe shumë shpejt fillon edhe nisë ndërtimi i një projekti ky që kanë me ja pa hajrin jo veç familjet nevojtare cilët do të marrin ushqim se është kuzhinë humanitare aty, por edhe të moshuarit, qëndrim ditor, për të moshuar edhe bujtin, për student edhe një amfiteatr i jashtëzakonisht i mirë, e ne po jepim këtë projekt sot në ekranet tona që ta shikoni projektin që po nisë në qytetin e Prizrenit.
Ne po vazhdojmë bashkëpunimin e mirë që kemi me shoqatën e Jetimat e Ballkanit. Bëhet fjalë për një projekt rëndësisë veçantë, duke pas parasysh faktin se standardet e punës të Jetimeve të Ballkanit janë shumë larta, kurse natyrisht komuna e Prizrenit është e gatshme për bashkëpunim me ta. E nënshkruam marrëveshjen për ndërtimin e një objekti multifunksional, i cili do të ketë diku afërsisht rreth 7.000 metra katror dhe bëhet fjalë për një investim prej rreth 5 milion euro, i cili objekt do të plotëson shumë nevoja. Edhe jemi falënderues dhe mirënjohës ndaj zotit Kastrati. Ky është një objekt në zinxhirin e bashkëpunimit të cilin ne do të vazhdojmë atje edhe me projekte tjera. Edhe natyrisht që përfitues kryesor do të jenë ata që më shumë t'i kanë nevojë. Dhe kështu do të japim një shembull të mirë se kur bëhen bashkë disa faktorë apo disa lojtarë kyç, përfitimi shkon kryesisht për publikun. Edhe në këtë mënyrë komuna e Prizrenit apo qeverisja lokale legjitimohet si e përkushtuar ndaj plotësimit të nevojave qytetarëve, por në këtë rast me një asistencë apo me një ndihmë të veçantë, jo vetëm për nga vlera, por edhe për nga gatishmëria për bashkëpunim të zotit Kastrati. Edhe ne ja falenderoj dhe jemi mirënjohës për kontributin që po jepni për qytetarët e Prizrenit. Përfundimisht po realizohet dëshira e kahmoqshme e imja dhe shoqatës bëmirës së Jetimat të Ballkanit për me pas një qendër me shumë aktivitete në qytetin e Prizrenit. Ne jemi aktiv mbi 13 vite në Prizren, edhe mbi 13 vite ka qenë kërkesa jonë të na dahat parcela që ka marrë vendim kuvendi këtu në komunë bashkë me kryetarin, edhe mas kaq viteve po realizohet. Kërkesa jonë është një mega projekt që do të bëhet multifunksional, është shëndrim detyr për të moshuar, është kuzhinë humanitare, është bujtim për student, është një amfiteatër që nuk e gjen në Kosovë kërkun, kështu që mendoj që do ta zbukuron Prizrenin, do të na lehtëson aktivitetet, do të jetë në shërbim gjithë qytetarëve të Prizrenit. Edhe një herë në emër tim dhe në emër të stafit, falenderoj kryetarin Totaj, i falenderoj asamblejistët për ndarjen e kësaj parcele edhe gjithë stafin e komunës, e Jona Ngele tash me i përvjell kretë me janis punës, edhe shpresojmë që sa më parë t'i pritës qëriti këti projekti. Ne me njëherë mas në nënshkrimit kësaj marrëveshje do të nisim punën për me marrë lejen e punës. Në momentin që mirët leja punës bashkë me kryetarin do të hedhin kur themelin e këti projekti. Faleminderit kryetar. Faleminderit juve. Ky pra është projekti që ne kemi prit me vite të tëra marrin e kësaj parcele. Projekt që do të jetë në shërbim të qytetarëve të qytetit Prizrenit, e njëkohësisht do të jenë edhe zyret kryesore të shoqatës Jetimat e Ballkanit në Prizren, derisa të realizohet mega projekti ku do të kalojmë në Prishtinë, në qendrën rezidenciale për autizëm, sindrom Down dhe persona me nevoja të veçanta. Deri atëherë si të kryhet ky projekt, ne do të kalojmë me seli qendrore në qytetin e Prizrenit. Lutim Zotin më na lehtësu, edhe sa më parë me presh shiritin e këtij projekti, këtë vit neve, elhamdulillah, kemi me prej disa shirita. Shiriti në qytetin e Gjilanit, në qytetin
e Kamenicës në qytetin e Podujevës. Kjo po nisë në Prizren, pritet një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm me nisë në qytetin e Malishevës, e shtëpit, pa undalë hiq çdo të premte në emision këtu, neve po bojmë surpriza, po ju jepim pamje të ju hy në shtëpi të reja, po marrim emocione duke dhënë lajme që po bohim me shtëpi të re, Zoti kur mos Zoti shpërblet. E tani kalojmë në komunën e Drenasit. Aktivitet humanitar, hapje e një bunari për një familje që kishte vështirësi dhe problem me ujë të pishëm. Gjindëm në brit tepërm, unë jam Bekim Dëm. Ne kemi pas problem edhe me ujin e pishëm, i falenderoj shumë gjithë donatorët e timet e Ballkanit, njerëz që kanë kontribu. Këtu jem pra në këtë vend ku uji është me vështirësi gjendet në thellësia të mëdha. Gjithë dhe çka do që kanë kontribu, çdo cent që e kanë dhënë, Allahu është problem me mirësitë e tij. Unë jam mirënjohës. Na duhet me shpu ka gjatë thellësit më se është ra niveli përgjithsisht. Unë nuk kom pas mundësi me këtë bunar vetë. Nuk kom pas asnjë mundësi se shkon thellësit më dikun ma shumë se 70 metra. Bekim Demahu me familjen e tij po i hapët kjo poset, kjo bunar, njëkohësisht paralel me bunarin është duke ju ndërtu edhe shtëpia. Në lajmin për ndërtimin e shtëpisë ja kemi dhënë këtu në studio, e paralel me shtëpia dhe hapja bunarit. Nga komuna Drenasit po kalojmë në komunën e Rahovecit. Ta ndjekim historien që vjen nga kjo komunë. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna e Rahovecit, jena te familja e Habib Korenicës. Sot kemi dalë me adhuru qelsat e shtëpisë së re. Habib, por në, e gëzofshi. Bismillah. Përshëndetje. Aje si po kalen? Si jeni? A jeni mirë? Si? Habib Korenica, familja 4 antarëse në Rahovec. Përshëndetje Habib. Qësh je? Mirë be. Ç'po kalen? Mirë be, qështu. Apo na fol diçka për jetën tonë? Ç'po po jeton? Për jetën tonë, që 20 kusur vjetë kemi pa shtëpi. Jemi konë shtëpi qetër, 20 vjetë jemi konë. Ata shemi edhe këtu tash, kanë shku 24 vjetë, ka 25. Shtëpia e Agjës është. E Agjës. E Agjës, po. Po të shumë e të shatë punës punon? Po punoj, dhejtë me punu pa tjetë. Ma herët po, tash jo, ma herët po. Ma herët ko marë. Po tash jo. Po, kanë dimu. Ja për dimër e akështët. Po. Në ngër me pi qështut. Jo. Vetëm për shpi që jemi konë zërë shpia. 20 vjetë jemi konë shpi që dhe ma poshtë konë një shpi, me një sovë konë. Mas në ki agje. Mëse ka shpi dhe re, ka li shuk këtu, jemi konë gushtë shumë atje. Na këna orë me ta një shpi. Femderes shumë.
pa boj me shtëpi re. Allah i rrët familjet, se të shpërbleth. Amin tonë. Mas se sa vjetë keni me pas qelësi në shtëpisë t'juj, me ka juja. Liridon Bajrami, Miridon Bajrami edhe Bahrije Bajrami. 16.000 euro gjithsej. Të tret, Bahrija po shkon paret, e grumbullura, i kom pas për haqë, edhe sën po shkojnë haqë, gëzën e dikun me shpi, e paret na i ka dhonë neve, na po i shtim të kjo familje. Përhaj u koftë, Habib. Përhaj motër e gëzofshi, edhe ju donator, Zoti kur mos ju humbt, karvani ju nuk do të ndalet, po vazhdojmë të familjet e radhës, Zoti kur mos ju humbt. Tash më veç jena në ambientet e mbrëmshme, shtëpisë të re. Të Habibit, Habib, 2 fjalë që shponihesh. Ma mirë veç, shumë mirë. Shumë mirë. Zoti shpërblet donatorët, gjithashtu edhe juve. Falenderoj shumë. Dhe që më thonë? Shumë mirë. Se shumë jetë kemi kam në qenë shtëpi tuaj. Shumë ndëshu. Inshallah na bjen Zoti edhe neve, dikujt me ndihmu si dikush neve që na ka ndihmu. Amen. Kjo është gëzimi i kësaj familjes, na po ju lëna me pamjet e shtëpisë të re, Zotri Habibit edhe shoqes tina, bamirës Zoti ju shpërbleft. Për hajr, inshallah gëzani, zoj, për hajr, inshallah gëzani. Familja e gëzoft shtëpin e re e Zoti i shpërblev donatorët ashtu si që e dëgjum paret e haxhit nga shëndeti jo mirë ka vendos me bo shtëpi, inshallah Zoti e shpërblen me gjithat mirat e inshallah Zoti ja zaventson edhe me haxh kësaj motre që u bo sebep me ndryshu jetën e një familje me i bo me shtëpi të re, Zoti kur më së. E nga Arahoveci, stafi im ka vizitu një familje në komunën e Vushtris. Ne do ndjekim historien e pasaj kjo familje është këtu bashkë me ne në studio e para se marë familja. Kjo është historia. Shumë është disa digu, ka fshati kushaft, pomjet përshin edhe vetë, me çështje sociale jam. Jem 5 antarë, 3 vajza e kam. Kem nevoj për një shtëpi, shtëpia përshin edhe vetë qysh është. Me vlog me të të në s'mu me jetu në ta, thmija po s'muan, po i kemë pështet sociale, kemë edhe dështesat mive, qysh po mu, qysh të po në animojnë kush po munët. Qysh të? Jam bukuria Sahiti, jam për vaganicë e martuna në Koshaft, veç me burjet e me 3 fëmijë, me në social, me qëtë shtesat të fëmijë. Da për neke ka pak 7 mundet, që ka parë që shqeqiri. Po mja ka erpi hukë, me kukra, me bërë, që të s'kejtë, me kërthojnë dyqysh për bëbaravët. Të të malë të këtu të isha këtë për akrabove. Se kërës unë më vishë që shdo të familje që do të më vishë. Jo dikush da, që është. Na dy apet e pedina që ka, ku s'ka për fëmija, do më zdo për të të mja vlej, mja pru.
doj, po ko që e moja 10 vjetë mi ka bo, po që me bo, edhe aja përshë edhe vetë që tash. Se s'pjo mu mja dojë. Shu që të problem të goj, ka e po kam, po mi dhon kërës, po kam. Po do të po kuptën edhe aja që tash ka pak. Ora në bëllë për përend, po që shqe për që me pos, po që me bo. Fëmija gjdo muj më pasika, në pejgë dhauge. Ato 2-3 kam pekre negës. Gjdo muj më shumë një lotë që borna, ka 50 euro së më dollë për. Është edhe shtrajt bornat. Po që me bo, ty kush pak, ty ku pak. Kërë me pak në që shta ka boja, se vejpat me dojnë. Peshën edhe vetë. Këtu sene që mi kam li 2 vjetë, 10 vjetë. Këto dhomë mi ka dhonë që është ku në Prishtinë, po banën që t'jemi qira. Po ga njësë mi alon në shurë. Ja kështë mërë t'i kështë mi ka përë. Me vitra këtë që ne kam blesë si vjetë, këtë me vitra këta kusheret që ne kanë morë, ne kam blesë sene që e përën. Për qëta fëmise për vetë, apet njëri bënë disperti. Fëmija po të mëzda. Doj, bëllë për mu. Apet kërë po delë për shkanë në të ditë që të buja. Dhe vetim kam smut. Shpia me vlogë me të tonat. E vlogë, kësë po ki ka s'kam i qu. Këta e kom lysë dhe ke ka vlogë, që e kom lysë akon ke spital. Në që natën e kom ly, e kom po e zgatës e pi vlogë në shumë. Në tonë bile krejtë është akulla që kom i dizve e që ko butë. Malteri e bëjë. E veç për thmi kështë ata është ma shumë. Dhe s'po du shumë, veç 2 dhomë, se me posë. Kumpla në radë, këtu ketë pa të është. Ato në buba, bo brejca, që s'dolnit. Së këtë e sholla. Për gjithë kanë e për njëve. Kështë komës. Veç për një shpi. Për tjerat se kam gollë se jo dikush pak, jo dikush për andalë. Mujen. A për që shpisu më i kërkam jam. Përbanim jena kesë, përbanim shumë kesë jem. A kraboja s'mitë s'po kanë qas këta pionës burët. Ka kështë sot s'po me mja dorë, veç për shpi. Për të tërë s'u du ma shumë, veç një shpi 2 dhuma, 1 dhuma, për thëmë me ditë le që ku po flenë. Të notën më brejca doli buba që s'dolin që këtë. Zhapina. Në për me këtë mija ma shumë, në për me krejtë të smu pe i vloge, pe i erë ma këtë. Në kopi shqeqirit, një o ditë për nejtë, bajë. Në për shqeqirit mu ka parasit që tash. Mu ka parasit për jerë. Një kohë ku punu, tash në po mëjas me punu, se po mera metë. Shtëm barna për mëshin 4 në mu, dvelë barna. Shme o ma tash në po mëj me punu, një kohë ku punu. Se më ka është në shku punu, tash nuk po mëj. Për që ta thmi kush mundë, dhe që jam e bo, mirë banë. Ishte familja Rushdis Sahitit, unë thash nga Vështria, por këta janë nga fshati Goshavci, komunës së Mitrovicës. Rushdi është i ftuar sot në emision, e na i thojmë mirë se erdhe. Mirë se gallë. Shqesi, e mirë e ra. Hajde. Qësh je? Që mirë. A e mirë? Mirë. Të ki? Emocione pak. Emocione? A o lodhe rrugës, ka gjani sa për rrugë? Ok, Rushdina dëgjumë storien e juj. Sa vjeqar je? 43. 43. A punon e sen? Ku punua, gati 20 vjetë ashtë nuk mëj me punua. Qa ke punu? Ku punu në dërët në tari, ku punu të lëfa puna. E pëse s'mund me punu tash? Nuk më ka parasit që qere, pe bubreve jam. Loza, më merë metë. 3 fëmijë, 3 vajzë. Po, 3 vajzë. Inshallah me i mërsa është vajza më e madhe. Me madhe që tash 11 vjetë, bon.
11. Po. Qysh po jeton, Rëshdi? Po, me ndihma sociale, me shtesat fëmijëve, tjera parë, na s'kem kërka. Apo mundi bën ballën? Po, ti qysh po mu? Qështë? Ka tunë ata në gjatë dore, në të një Po, mujnës? më ka një mu. Shpesh më ka një mu. Edhe për këtë bajram më ka një mu të tonë. Qështë? Fëmijët a shkojnë në shkollë? Po, 2 vajzat të mëdha shkojnë në shkollë. E modha 5 në klasë, ke është para shkollore, ke dyta. Qështë? Është shtëpia juj që ajo që Po, shtëpia juaj është. Sa vjeqar është ajo? Me thonë dikun ka 57, të jetë që ato dikun do të mi punë. Po së një cërlarë që ja kanë qitë. Mas luftë të danës të dhe kolmen që ja kanë qitë. Shpia është të dhëmë, me vlogë, me të tënët. Që me onë dhe që e banë ushme e sështë. Që për thmi po do të mi shumë, që shpesh të mjeku, pe vlogë, me mornë, me të tënët. A ke kërku ndihmë në i vend për me të boqare për shtëpi? Jo. Pse? Ku më nuk të i qëtu mo. Shtë dhe isha bëj vetë, a bëj dhe që jo për e poshtë, vetë kërku një, s'mo isha. A ha vetën që s'ke mujtë me bo një shtëpi? Po, qa me bo. Qa duk me punu, duk për me hungor me pi, vesh modhë. Në komunë, të Mitrovicës a ke bo kërkes? Po, kom bo kërkes një herë. Qatë kanë tonë? Ka para një 7 vite, po. 7 vite? Ka kurfarë, s'më ka këthi kurfarë përgjigje. Po vim me këshyrën vim. Qështë? Kush ta më lajmëru të në? Jem lajmëru, një familjare jemi më pru. Dhe një Halil Pasuma. Halil Jenuzi? Po. Okej. Aji. A u ka me të vizitu Halili? Po, u ka në Halil me vizitu, a dhe bashkë kër i kequa edhe kolektet muë, që a dhe të konë bashkë me ta. Cila është kërkesa jote, Rëshdi? Për një shpi që bëhat mija, që bëhat kur që kërkuj. Për që shpi jam e ftjohës, përsa për me huar me pi, që shpja dolëm. Po së për shpi që shtë në përbanim, jem keqë. I ke pa po me të vetë. Ti po bësh me shpi. Përdej sa u bo për marë në këtë studio më ullë para me që të përbalë, unë jam e obligum me të hadhën lajmin se po bësh me shpi. Allah është përblet. Allah është përblet. Falë mesë. Allah është përblet. Ata donatorë. Amin. Me kun ka arë, Rëshdi? Rëshdi. Rëshdi. Alhamdulillah, shqyqyr që tërë dita me marrë këtë lajmë, me kuni arë sot. Është gëzim, Rëshdi. Besoj i ke pa shpite tona që po i ndërtojmë. Po. Një qasi shpia ka më të bo edhe ty. Me krejt pajisjet mrena. Allah është përblet të gjithë donatorët. Falë në së për ju. Allah është përblet. Allah i trujt. Inshallah nuk në harron lutjet e tua neve edhe ata që po jepen për mu bo këto shpia. Me kun ke arsëd? Ku morë me një të zakt një kushërinit. Prej familjarve se ki kërkën? Jo, për familjarë, gruja s'ka mujtë marë. Oke, Rëshdi, kallëzat drejt veç. Kërë e njësë për marë të kënejna, a keni majtë shpresë si familje që keni me marë lajme? Ja di që që janë orë me vizitu, shpresë në ku majtë. Oke.
Tash besoj si dalish nga studio kimi u dhënë lajmin se e mora lajmin për shtëpi. A më shumë do gëzojnë fëmija, shoqe? Fëmija më shumë. Fëmija më shumë. Ju banë shumë selam. Faleminderit. E përhaju koft. Faleminderit. E masi të bëha shtëpia re, këna marrë me pi një kafe. Me gjithë kënaqësi. Zotit të rujtë. Na po shkojmë me sigëll të emisionit, kthehemi prapë. Përhaj edhe një. Po bëhat me shtëpi edhe rrushdiu me familjen e vetë në komunën e Mitrovicës. Para 2 emisione, duket, kemi dhënë historie shumë prekse, vlla e motër nga komuna e Ferizajt. Gjatë rrëfimit të vajzës, kemi mësu se ajo e ka nënën gjallë, e që shumë vite nuk e ka pa. Mas ja kemi dhënë lajmin se po bohim me shtëpi të re, i kam kërku vajzës me na dhënë një premtim që ajo, për hir të Zotit, me shku me gjetë nonën edhe me ja qel derën asaj none. Unë a ditë kam qenë i prekshëm shumë shpirtërisht nga historia e kësaj vajze, përveç premtimit që na ka thonë që do të shkoj me vizitu, ka pranu që edhe kamera jonë tjetë prezente në vizitën që do t'i bën ajo nonës së saj. Stafi im ka qenë edhe ka vizitu edhe nonën. Edhe i ka marrë pamjet shumë emocionuse të takimit mas shumë viteve të nonës me bi. Nona smur, po, smur edhe na që i kemi pa disa nga ato pamje, që neve do t'ju jepim në emisionin e arshëm. Pra, sot një javë është një historie shumë e veçantë, shumë prekse, të vajzës që takon nonën që ka lindë pas shumë viteve, edhe në gjendje shumë të rëndë, shëndetësore, po edhe me kushtet e jetesës të rënda. Ky është emisioni i kësaj natë. Sot një javë do presim me padurim këtë storje, si në çdo mbyllje këto janë dhënat e gjirologarive të shoqatës sonë. Shoqata jonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëdhetarët tanë që jetojnë atje, këto janë të dhënat për ta, kush ka dëshirë me ndihmu shumë familje përmes shoqatës sonë. Nga Amerika në Zvicër, gjirologaria shoqatës sonë në Zvicër, e nga Zvicra në Gjermani, kjo është gjirologaria shoqatës në Gjermani, prej Gjermanisë në Maqedoninë e Veriut, gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, kjo është shoqata jonë atje me donat, adresën edhe gjirologarinë e kësaj dege. Prokredit Bankë në Kosovë, edhe Banka Ekonomike në Kosovë, po ashtu edhe Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë. Është adresa e GoFundMe, si dhe adresa e PayPal, si dhe 2 numrat kontakt, 2 numrat veç me SMS, jenë edhe vetëm nga Vala, 55 333 55 444, ku ju mundi me dërgu një SMS dhe ndihmoni shoqatën Jetimat e Ballkanit me 1 euro. Zoti ju rujti, Zoti ju shpërblev, Zoti kur mos ju humb shihemi të premten.